Sa herë na sulmojmë, duhet kuptojmë që jemi në rrugën e duhur. Na ka ardhur majtundës me një klasë politike të korruptuar që vetëm vjedh dhe vetëm mendon për veten e vet. Unë nuk kam asnjë dyshim që çfarë ndodh në Tiranë, ndodh edhe në Pogradec, ndodh edhe në Korçë. Ajo që ndodh prej 34 vitesh në fakt, që një grup politikanësh kanë kapur pushtetin politik dhe kanë kapur çdo mundësi. Po na sulmojnë sepse qytetarët shqiptar sot kanë një mundësi tjetër, kanë një alternativë që dallon si nata me ditën me alternativat që kam parë në këto 34 vjet. Unë bashkë me një grup themeluesish si Eraldi, si Barbara Doda, krijuam një lëvizje të re politike, sepse ishim të bindur që ndryshimi nuk mund të vijë vetvetiu. Ajo që krijuam para një viti që ishte një gjë shumë e vogël, sot është bërë e madhe. Nga një grup prej 10 themeluesish, në fillim u bëm qindra dhe mira, dhe tani jemi mbi 100.000 në gjithë Shqipërinë. Po flasim për ne, i kanë syt nga ne, shohin të ardhmen tek ne. Por ajo që duhet të bëjmë është që t'i bindim, sepse janë të zhgënjur, qytetarët shqiptar janë të zhgënjur dhe kanë nevojë për një forcë politike të re, tek e cilat kanë besim. Por ne duhet të ngulim këmbë, nuk duhet dorëzohemi. Varet nga ne, rezultati varet nga ne. Nuk duhet të lodhemi, nuk duhet dorëzohemi. Unë ju garantoj që në zgjedhjet e ardhshme ne do jemi e para forcë politike që hyn në parlament duke i patur të dyja partitë e mëdha kundër. Kur e shohin që dalin sondazhe që tregojnë të vërtetën që ne jemi qartësisht partia e tretë, janë trembur nga ndryshimi që po vjen. Më të tremburit janë në opozitë, sepse po shikojnë që dhe nuk janë e vetmi alternativë. Sa herë na sulmojmë, duhet kuptojmë që jemi në rrugën e duhur.